بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت وأعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. Ju gjem që jeni në xhami mrena, këtë me kohë këtu. Falënderimet i takojnë Allahut një. Përshëndetjet tona të ngrohta Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, edhe burrave prej kohës atij deri tash, edhe atyve që do të vinë mbrapa nesh edhe do ta ndjekin rrugën e vërtetë. Të nderuar xhamat xumae, Allahu xhalla xhelalu e baft kabull inshallah. E baft Allahu xhalla xhelaluhu ditë bereqeti dhe ditë ngritje. E baft Allahu xhalla xhelaluhu ditë realizimi. Ditë realizimi i sendeve të programit që ka para pa bujku me i realizu në këtë vit deri në vjeshtën e tij. E pastaj ai në dimën të jeton i kënaqur dhe të jeton i lirë inshallah. I nderuar i xhamat, ajo bised, ajo temë që ne do të miremi me ta sot, është tema prej temave me peshë të veçantë, me tretman të veçantë në Islam. Ndoshta do të jetë sendi përsëritur. Mirë po, ligjëruesit i kanë do sende që populli që ndëgjon ata i ndëgjon gjithmonë, e vetëdijshme është se i ndëgjon gjithmonë me vëmendje. Mirë po, ndodh dhe njëherë një fjalë e vërtetë e thanun, është thonë në kohën jo të duhur. Ndodh dhe njëherë një fjalë e vërtetë e thanun, e ka pas efektin të vogël. Ndodh dhe njëherë një fjalë e vërtetë e thanun, dëgjuesi ka qenë në xhum. Ndodh dhe njëherë që fjala e vërtetë e thanun, dëgjuesi s'ka pas kohë, ka qenë i zonën me diçka tjetër. E na mendojmë pra, për shkak të këtyre sendeve të vërteta, që përsëritjet e sendeve që i bëjmë ne, ndoshta eventualisht për një bisedë, ndoshta eventualisht për një ders, që ndoshta ndonjëherë e kanë kap çato kushte që i përmendëm, sot është ajo dita ndoshta për ta kuptuar më drejt. Sot do të flasim gjëra thjeshta, gjëra që janë në majën e modestisë, sende shumë thjeshta. Tema mund të emërtohet sot me një emër: formimi i personalitetit të njeriut si individ dhe formimi i drejt për drejti i fenomenit popull, i fenomenit njerëzi, i fenomenit shoqëri. Fjala personalitet në Islam është në tretmanin e veçantë. Allahu xhalla xhelaluhu e ka ndaluar në Kur'anin e tij me shpjegimet e veta. Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam po ashtu në hadith e ka ndaluar që muslimani të jeton pa personalitet, të jeton muslimani pa letër njoftim të vetën. S'ka mundësi. Muslimani besimtari pa letër njoftim, ai është në hije e cila hije nuk e fladit ata, ose mundet me jetu faktikisht në hijen e pemës ku nuk është i garantum. Të më falni. Muslimani pa personalitet, ku i ngjall? Me shembuj në banë sendet të qarta. Mbarët sa shembujt e tonë janë adekvat, sa janë ato preciz, edhe mbarët sa xhamati jonë është i gatshëm me i vu veshin. Ku i në ngjall muslimani që s'ka personalitetin e vetë, s'ka, arabisht i thojnë huwije, s'ka letër njoftimin e vetë, ku i ngjall ai? Ai ngjall një njeriut.
A i ngjan një njeriu i cili hipin autobusin e qytetit, hipin tramvaj në qytet pa bilet, tankohen prej stacionit ku ka hip deri te stacioni ku ka me zbrit, edhe i ulëm në karrik edhe jo i ulëm, tankohen, a i ban një dert me vete se inspektori ka me zonë atë, tankohen, a i nuk ke mundësi atë me bind se s'ka me hip inspektorin këto 5 stacione që ti ki me ecë. A i kejt ash i bindun se derit zbrese ki, mas fundi ka thonë a i, edhe në shkall ka frikë të zbrit se do t'a kap dikush. Pa bilet, pa letër njoftim, ne të dashur xhamat, nga dal, po i kalojmë fazat ku nuk kemi pas mundësi as mu bind se kemi qenë të hipur në autobus pa bilet. Për shkak se thirrësit tanë me na tregu se ti je në autobus pa bilet, nuk ju kemi besu. Ju kemi besu bilet, ju kemi thanë atyre që kemi bilet mujore, kemi bilet vjetore, kemi bilet shekullore, këtë këtos janë të vërteta. Ti ke qenë i hipur në autobus është e vërtet, ti ke qenë i hipur në tramvaj është e vërtet, por ti ke qenë pa bilet në tramvaj. Tash ti çka je të bë? Tash ti nuk je të bë asnjë sen tjetër, je të e formu personalitetin tanë, je të shalteri i biletës. Edhe po e arritë ti së bashku me mua, së bashku me vllaun tanë që e ke afër në shtëpinë tënde, po arritë ti këtë me ble biletin tanë, s'ka send më i bukur, nuk ka inspektor më, s'ka kontroll më, s'ka dënim më, se ti më ke bilet, e ke biletën tënde, je legjitim, je legal në kope, ti duhesh pa tjetër të legalizohesh. Pa tjetër të legalizohesh. Ashtë mirë që edhe biletin ta shet vllau jep. Për atë Allahu Jalla Jalaluhu në ka thënë Kurani Kerim, "Walaqad dhara'na li jahannama kathiran min al-insi wal-jinn, min al-jinni wal-ins, lahum qulubun la yafqahuna biha, wa lahum a'yunun la yubsiruna biha, wa lahum adhanun la yasma'una biha, ulaika kal-an'ami bal hum adall, wa ulaika humul ghafilun." Ka thënë në tokë, kam kriju njerëz drejt për drejti për xhehenem. Drejt për drejti për xhehenem. Ka thonë, kush janë këto? Kush janë, ka thonë, këto? Drejt për drejti për xhehenem. Ka thonë, këto shka s'kan letër njoftim drejt për drejti në xhehenem. Me gabu dë njeni prej xhamotit. E me na kuptu më njëherë se hoxha ashtë të thonë lish në kartë kush s'ka, ka me hinë xhehenem. E thonë me janis me mendua i me thonë, po unë që e kam gjep, e unë e pra për në gjennet. Atëherë të bëmë më mirë me shku para kursët, e dersëve me i ba të një qetër hoxh para kursët, e dëgjimit me i ba të një qetër hoxh ma vonë më artëna. Të ndëruar, letër njoftim nuk i thojnë asaj letrës që janë gjep me fotografi. Na këta se kemi për qëllim. Letër njoftim i thojmë na personalitetet i njeriut, kush je ti? Aja është letër njoftim, kush je ti? Vetë. Kush je ti me vllaun tanë? Kush je ti me fshatarin tanë? Kush je ti me popullin tanë së bashku? Ketë kjo së bashku e ka emrin letër njoftim i një popullit. A je ti dokun faktikisht? Letër njoftimi i gjepit edhe në Mongoli i pët. Edhe atje ka letër njoftime. E thonë, kush janë pra ato drejt për xhehenem? Ka thonë, ato drejt për xhehenem janë ato që i zdin për vete, ata që i zdin personalitetin e vetë, ato që i zdin me u formu, ata që i smundën faktikisht me hetu kur e kanë orën e vetë për mu formu ato, kur është sahati, ata nga arabisht i thojnë gaflet, shqip i thojnë gjumë qut, gaflet nuk kanë gjumë njastik, gaflet i thojnë arabisht gjumë qut, ti je qut, je tu flet, këto njerëz janë drejt për xhehenem. Edhe kuranikisht, jo fjale hoxhës, jo apetit, jo epsh, drejt për xhehenem. Ata që s'kan mundësi me besu se, për shembull, sot është dita për me mjell farat. Ai që s'ka mundësi xhamati dashur, po unë po e sqarojmë edhe po e thjeshtojmë që të bëhet të qartë. Ai që se din prej bujqive, se sot është dita lehet me email, sot është dita, ai që s'mundet me kuptu këta. Ai dimnit drejt, ku hi drejt ai? Ai dimnit hi drejt muqava, është e vërtet? Se s'ka punu gjo, s'ka mel tash. Dimnit hi drejt në ftoft pra.
Për atë Allahu xhelle xhelalu tha, ai popull që s'din mu formu për vete, ai që s'din me punu për vete, ai që s'din jetën e vet me organizu, ai popull drejt xhehenem he, pa përtes, pa vones, del prej vorrit edhe drejt rrugën e ka për xhehenem. Çka keme i bati ati që nuk e din, se kur e ka kohën drut me i prunu borë për dimën, çka keme i bati, a ke dialekt posaçëm për ta? S'ke dialekt posaçëm. Çka keme i bati ati, që nuk e din kura i smut të kush duhet me shku. Na kemi njerëz, në popull kemi njerëz, kur janë të smut, ftillojnë ka berberi. Ta shtja i njeri, i cili nuk e din, se shfar kohë është edhe cilën pun duhet ba, a i në gjanë të smuti që ka marrë librezin e gjelbërt, ndër të berberit ato re. Marre, turp. Pastaj, a i njeri që se din, në pranver që ka duhet ba, a i që s'don me kuptut në pranver që ka duhet ba, në pranverën e shenjt që ka duhet ba, a i ku i në gjanaj? A i në gjanë ati që shkoj të mjeku i smut, po kur i mori mjeku ati në gjusët me anu në gjiks, lagi për koridori për shkallë të poshtë. E hala ma egrë dhe pak, pra edhe ma afer jo ma egrë, i në gjanë ati që e kapi dhamin mes natë. E kapi dhamin mes natë. Edhe unë s'pëdu tash me u bo frajer gjamije, me thonë ti se di sa dhem dhami, si më s'ke dhim se di kush i ka dhim të di. Po me dhim të dhami, edhe a i tha, dhami, munal, kështu tha, munal, s'po më dhem mo, ku tunal, tha, te dera doktorit. Ndër doktorit punal ka dhim të adhamit. Jo, ajo nuk ka nal. Dhim të adhamit nuk ka nal të dera doktorit. Po ti nëse donë pra, mund është me ndëgju një shpjegim prej meje, si hoxh modest i vogël, çka ndodh të dera mjeku që i ke këthi prapti? Çka ka ndodh? Nuk të ka nal dhim të adhamit. Po të ka kalu friga mbi dhim të në adhamit. Që kjo ka ndodh, kur gjo? Friga se sa ka me dhimtaj, sa ke me utmeru mrena, duke e menduti, duke marë parasysh mjekun, karrikën e ati, kur t'ule aj, kur t'i more aj danët, kur t'i shtije në goj, kur t'a shtrengoj dhamin, e kur t'a sejnë dhamin, plot veshtin në gjami, ati ju ka mush goja me langë edhe një fethladin a për dham të smut ju ka hi. Pi këtu thu, mu s'ka me ave i dhamë. Keni me dalë pi gjami e me dham të juve, s'ka problem. Po, këto pra, kur t'bahën, a i njeri pite dera doktorit këthen prap, ki sa është burri mirë, ki nuk është burri mirë, cëlli pra i mirë, cëlli është i mirë, a i që hinë të mjeku edhe e banë rëngen ata, a i që hinë të mjeku edhe e qelë ata, a i që shkon të mjeku e mush ata, a i që shkon të mjeku i nënat malterin, e pastaj pregaditet faza e para është një malter vend në dham për 15 dit, e pastaj një qetër për 15 dit, pastaj një sen shkarri për gjithmonë. Ti je në fazën e dhamit, ku mjeku ta qeron pak, e hek pak atë fesendit keq, në atë fazë je, vlovi jam i dashur, në atë fazë je, mjeku e hek një bërlog që të ka bërë në dhamë, edhe e pastrona e atë, ja hek palësën ati, i ven një fesendit mrejnë atë but, thot mas 15 dit dhe vish prap, ti shkon edhe një herë edhe një 15 dit, ma vonë, a i e ven atë fe blombe, për gjithë njëti me qenë me ta, i pajtushëm, zdhem më palësën ja ka hek. Palca si ti hekat dhamit nuk dhem mo, i dashur i gjemot. Ti duesh me qenë mirë i pregaditur, mirë i radhitur, që ajo që dhem ta hekësh mo për gjithmonë, që mo mës dhame as njëherë. Por mos shifondër të dira mjekut. E di pse? Pse dhamin tanë se hek kërkush. Disa prej njerëzve, që po i takoj me porrim me ta, ato po mendojnë se kur ti dhame ati dhami, unë ka me shkull një dhamë. Ato disa kështu po mendojnë, mua po më dhem, po si të shkoj e hoxha, ta heke një dhama, gje kryet, aje hek. Jo, unë heke dhamin tem, toni nuk kam me hek, as një herë ti ke me hek, ose ti ke me vujt prej dhim të dhamit tanë. Trazohu prej gjumit, fillo me mendu drejt. Fillo me mendu drejt, realisht fillo me mendu drejt, se nuk ka nevoj për filozofi të skajet, nuk ka nevoj për filozofi pa shkronja. Nuk shkruhet nuj, nuk lavrohet nuj, nuk mellet ndeti, atje banë qërë qëra punë. Fillo me mendu drejt, fillo me mendu për vete, me mendu drejt do me thonë me fillu me mendu për vete. Nëse fillon drejt me mendu për vete, ti ke fillu me gjetë vetë vetën.
E na pra, tema e jonë sot, në këta ajete të shkurta dhe hadise të Muhammed Mustafas, është e koncentruar në formimin e njeriut vetës. Mirë po, këto faza nuk i dilet kësaj në qësh më njëherë. Këto janë tamam si një shtëpi, kur do në me ndërtu dikush. Bazat, me pari vizatimi. Pika e parë vizatimi i projektit, pastaj realizimi në fushën e rafshën e zbatimit, prej themelit e përpjet. Më në fund, çka bëhet në shtëpi më në fund, për me hi me banun ta, çka bëhet? Vllau i dashur, unë po ta spjegoj hiç, veç po ta tham. Më në fund vehen perdët. Që ti ke me jetu në ta, i ve perdët në fund. As mos dil me ispari me i vu perdët që i ke pru materialin e shtëpijës se të keshin bota, as mos me ndot dhe njëherë që s'kan mu vu ato. As prej kësaj grupe mos u banë. Se ato vehen dhe njëherë, nëse ndërtojnë shpijen, ato vehen dhe njëherë. E ti ku je? Kur vllaznit 4 apo 3 ndërtojnë shpi, prun njështër, ndërtojnë shpi, njën i vlla. Delmane ka vu një shkam atje, e ju kalzon qerve, kalimtarve, ju kalzon se, a vishja këto vllaznit e mi këto, që po mendojnë, këto bashkë kujtojnë se për një me kjo shpia marrë. E di jone, e di, kjo nuk bëhet kështu, as së më kanë vetë muë, as s'kanë fol me muë, as s'kanë bo muhabet, për shka mës me më vetë, unë e shka jam këtu, edhe unë jam njeri, edhe unë e di di shka, edhe unë e marrë vesh di shka, unë e si jam budal, me paskon budal ishna në Bardovc, edhe mu duhet me më pyt një sen, e ta shti pra, ki prit kështu se ka me pyt një sen, me evangjit, me kalimtarët kështu ban, ato vllaznit, 5 rejna sot, 5 rejna nesër, 5 rejna mas nesër, 5 rejna qëtër dit, një dit del qatia, e vllaznive shka po punojnë bi shpi, del qatia nalë. Kur dale qatia, kalojnë kalimtar qeri, thujnë, mara, to vllaznit e tu e marun, bre, për ndërtojnë. E ta shti, kur ti noje këta vllaznit, kur ti nojnë qeremitet, ki bajati, edhe një fjall i ka met me thonë. Këti vllavit bajat, i ka met edhe një fjall me thonë. E marun këto, a i thonë, e kanë marun, po nesër i urdhët. E qatë herë kur ti urdhët, e ati fol me muë. Dhe gjovlave jam i dashur. Atë shpi që ndërton dora e shëndosh, ajo shpi nuk urdhët. Atë shtëpi që ndërton dora e shëndosh, ajo shpi nuk urdhët. A di kush urdhët? Vetëm kolibja e fëmijëve, edhe shtëpia budallëve. Vetëm ato urdhën, të mençurve nuk urdhën asnjëherë, ato zbin poshtë. Për shkak se ato i vënë në themelet e forta sendet. Ato i vënë në themelet e forta sendet. Ato nuk i vënë sendet në tinjak. Ato i vënë sendet në bazë të fort. Mos shih ëndër, trazohu prej gjumit. Heke gjumin kejt, edhe puno pun, se është koha, është pranvera, ta shti spunove ngel, mas dimujve dhe me mjell t'i fara mo, nuk duhen. Në qershor, në korrik, nuk melën rasadët në korrik. Nuk melën, talën bota me t'i skeme më pru gjatë dimnit. Ta shti është pranvera, ta është mjell, shti shkon fush, mos shifandër, shti shkon fush, shti trazoj gjem të herët, shti thuju gjemve të ashtë sahati. Ta është koha, sot është dita. Edhe kalzoju se jo kejt verat e kanë bereqetin e njajt. Ti pse i ke 70 vet? Pse i ke 80 vet? Ti pse i ke 65 vet? Pse ke përvoj? Ti ke punu shumë vera i ke kalu. Thuju gjemve tu se jo kejt verat janë të njajta. Do janë më bereqetshme. E do të rrallan 100 vet një herë, e bajnë shumë bereqetin. Pse në 100 vet një herë? Unë dëgjova një statistik kohë, një statistik klimatike një dit me një radio, prej jashtë tha, para 116 viteve, na qenë kanë pas tha grunët në prill. Para 116 viteve, kanë në tha grunët në prill. Edhe si vet janë tha grunët në prill, pra. 116 vet një herë. Pra, disa darthma, disa këshile, disa miqësi, disa vllaznilëqe, disa punë, disa nevoja, lajmërohen një herë në 100 vet. E tash e kam një pyetje dvogël, me pak fjalë një pyetje. Nëse ti, qatarën tonë nuk e punon, nuk ja kushton një punë, një herë në 100 vjet, edhe kalon ajo, a keme mrirë një herë me prekat grebulkën tonë? A keme mriti mas 100 vetve dhe një herë me mellë rasatet e tua në artone? Ska me të dhonë më rasti, shumë rallë, 116 vet janë tha grunët në prill, edhe janë tha si vet. Shumë rallë. Pra shka duhesh të bajsh? Duhesh si vet të bajsh. Ato që nuk i din këto sende,
Allahu ka thonë për ato në Kurani Kerim, ato që si kuptojnë të sende, ka thonë qito janë ato, veç në gjallën ditën e kiametit prej vorrit, drejt në Gjehennem. Pse drejt në Gjehennem? Ka thonë lehum kulubun, la yafqahuna biha. Ka thonë zemër kanë ato, nuk e fusin në punë ata. Kanë zemër, nuk e fusin në punë, nuk e shtin në pogon, trajnë petrib, nuk e shtin në punë, nuk e shtin në punë, nuk e vën ata në funksion për shkak ka kriju Zoti. Ka thonë lahum a'yunun la yubsiruna biha. Si kanë, nuk shohin me ta, nuk sheh. Çka, pse s'sheh? Shpjegoje pra, hoxh. Ai shpjegoj, pse s'sheh? Këti kanë sin, këti po shohin. Nuk sheh. Xhamati në kësi raste njeri ka si nuk sheh, shpjegim don. Don elaborim të sendeve. Qish nuk sheh? Qish nuk sheh? E shehaj. Se diçka po lipët prej ti me e bo. E sheh me sin, se po lipët diçka. E ndëgjon e shef. Mirë po. Mbi atë që po e lip koha sa hati prej ti, a i shef diçka qeter. Shka shef? A i shef kështu. A i thot kështu. Po. Na po e dim që janë shkoha me mellë pranë verë. Kejtë po e shof me sa shkoha. Ama, gjali po më lodhët be vla tu i thia të bonca. Po më lodhët gjali. E ta shti kitë dënë me pa gjallin të pushushëm edhe lehen e mellme. Edhe gjallin të pushushëm edhe lehen edhe arën të mellme. Edhe gjallin të pushushëm edhe gruni i korrëm. Edhe lama e fshime edhe gruja pa byk. Pa byk pa i ra plunin qapa saj. Edhe lama e fshime në borë, a marë pluën s'ka hinë dhomë hiq. E ta shti e donë kështu. Lama të fshihet, dhoma mos plunohet. Kështu e donë ki. E qito njerëz janë ato që si kanë, nuk shofin. Zemër kanë, nuk e shtin punë. Këto janë ato njerëz. Mos i paramendon ndryshe, se këto janë fakt i gjallë që ti e ke vështirë me mohu këta. E ke të pamundën me mohu këta. Kështu e dojnë do. Do e dojnë me shku me kerë, me një katon ku s'ka asfalt, në përshi kur të vinë me pas kerën e lamë. Kështu e dojnë do. A do qerë e dojnë ndryshe. Ato e dojnë pra qatë punën me atë kerën me asosun. E aj me pas punën e sosme. Edhe aj me këshirë pipermone ka pososët. Këto janë ato që ka dalin prej vorit edhe drejnë Gjehenem. Mirë po, a i tut kjo fjala drejnë Gjehenem, a i tut ato. Jo, po këto është problemi. Se ato s'pë i tut kjo fjallë fare. Nuk për i frigon. Kjo fjallë pse? Nuk se ju ka kallë Gjehenemi para dere. Me ju kallë Gjehenemi para dere, atëherë shumë shpejt njerëzit aktivizohen me i bën senet e mira. Ajde dhe njërë hasni të para pak, livrit një pak të para. Dhe njërë. Nga Marion a.s. Ka thonë, uqdu alimen au mutaallima. Uqdu alimen au mutaallima. Ka thonë, zgjohu i ditur. Kështu ka thonë për nga Marion. Islami se donë njerin pa ditur. Ka thonë, zgjohu i ditur. Ka thonë, ose, zgjohu në zënës të ajë që ka din. Wala takun ima. Ka thonë, mos u ban loj. Kështu tha për nga Marion, mbaroj hadisi. Tha zgjohu i ditur. Tha zgjohu, ose zgjohu i ditur, ose zgjohu në zanës, që shkom sot e ajë që din. O ti gjaliri që ke ardhë me falë namazin e gjumas. Ki namazin e gjumas është i badet në vete, njëherë javor, njëherë njavt. Mirë po, ki është i lidhën ngusht. Jo vetëm me reqatin edhe me sejtën. Ki nuk është i lidhën me abdesin edhe selamin, të këbirë selam shkum. Ki është i lidhën me këtë hadisin se ki zotnia i namazit gjumas këtë hadis aje tha. Ki është i lidhën me sende që bëhen gjami e me sende që bëhen jashtë gjamis i pandashëm është një send, ki është din e ka emrin islam. Ka thonë zgjohu djetar. Ose zgjohu në zonës para ati që din, wala takun ima, edhe mos u ban loj. Ka thonë, çka është loj ja Rasulullah? Ka thonë, mos u ban loj në dorën e huj. Mos jeto loj në dorën e huj. Mos jeto ti, mos lejo ti me jetu kukull që shdojnë fmit e qerve me lujt me tije. Po ti organizohu që jetojsh zotni, të jetojsh zotni në vete, të jetojsh zotni në shtëpinë tënde, të vendosur për shtëpinë tënde vet, ti organizohu që për shtëpinë tënde ti të jesh zotni, ajo të jetë burimi i mendimit tan, për shkak se neve kjo fe na ka ndalu të jemi rob të mendimit të huaj.
Në ka ndalu, ka thonë, wala tekun ima, mos lejo të jesh loj në dorën e huj, do të thot, mos lejo ti me jetu në hijet e mendimeve të huja, po të kesh mendimin tanë, që buron nga ti, të rrel mendimin nga ti, të del nga ti, edhe ti të jesh zotnia i mendimit të organizimit të jetës tënde. Ka thonë, innama al-mu'minuna wal-mu'minuna ba'duhum awliya'u ba'd. Muslimanët, besimtarët janë zotni të njëri qetrit. Ato janë krah i njëri qetrit. Kështu ka thonë Allahu në Kur'an. Ato janë krah i njëri qetrit. E tashti, këtë pjesë kuranore, unë u mundova në këtë xhami me spjegu në vitin 90, në vitin 91, në vitin 94, në vitin kaq, shumë herë. Tash për bëjmë përsëritje. Kur ta bëjmë përsëritje, do t'ju mteket xhamatit se po hoxha tha. Tash ti se dit ka kemi qenë, ka kemi ardhur, s'ka pas vakt. Kur kemi thënë na, Allahu ka thënë Kurani Kerim, besimtari është krah i besimtarit tjetër. Pastaj kemi thënë se muslimani nuk voton vota atë që s'është musliman, nuk jep votën atij që s'është besimtar, i besimit vet. Këtë kemi thënë atëherën atë kohë. Edhe banëm me vepër një dëshmi. Në këtë rafsh, njenit prej njerëzve që i ma kërkoj mu votën, ja shkeva letrën vend votim. U talën njerëzit, thënë, si mundet kjo? Kjo është ma prishje e disiplinës të përgjithshme. Kjo tash shka është? Kjo ndreshje e disiplinës të përgjithshme? Kush e prishi tash disiplinën? Ai që njëri prej neve ja dha votën. Ai e prishi disiplinën. Na nuk prishëm gjë. Na nuk prishëm gjë, se na kur nuk prishëm. Ki populli jonë vetëm ndërtoj sende, ki s'ka po që tërsen. E vetëm ndërtoj sende duhet me argumentu dhe ketë. Unë nuk flas pa argumente. Edhe bile argumentin që ta qes në tryezën e quajtur xhami, atër s'ke mundësi ti me më humo. Kush e pruni rrimën këtë katon në vitin 1951? Parat e ku i ken ato? Ato s'ken pare, ato ken kalëp, ato ken denga duhoni. E rrima këtu. Kush e përmirësoj rjetin, me parat e kuj u përmirësu rjeti mas 30 viteve? Me parat e këtij fshati. Me parat e kuj erdhën trafat? Me parat e këtij fshati. Me parat e kuj erdhë telefoni, 1500 mark një telefon, 15 vet jenë dëgju vetëm me orizare, me zërë. Mere vesh sa kemi qenë të modernizum. 15 vet kemi arrit na për shpejti me folë në qetrin katon pashku. Kaq na kanë pas dalë në krah, me na ngrit, me na çu për pjet, në rregull. Kush i bani asfaltit? Në vitin 1974, katëndarët e banën. Kush e bani shkollën? Katëndarët e banën. Kush i bajti tublat? Nxënësit e shkollës e hipën nalt. Kush i bajti rrugët? Një shekull me kual e me kije, me zallë, si cila shtëpi vendin e vet, caktuar me i majt rrugët. A bani shteti? I bani populli këto. E kush i marroi sendet qera pastaj? Kush e bani ambulantën? E bani katuni. Kush ja fali ambulantës tokën? Ja fali ki fshat. Qendrës medicinale, ki fshat ja fali tokën në qendrën e fshatit të shenjt, i quajtë Slupçan. Ai ja fali tokën qendrës medicinale, bani një ambulant. E tashti, çka u bën tashti këto dita? Tashti këto dita, qendra medicinale i ka dhënë një mjekut shqiptar një gjip, edhe i ka thënë pilla janë tërë na kushtak, ti duhesh mi pa këtë këto katune. Një mjek i shef 10 katune ka 500 shtëpi. Një mjek 10 katune ka 4000 banor, 50000 banor i viziton smutit e atyre. Ku janë ato qendrës medicinale që një ditë ju ka dash një pjesë të tokës këtij katuni me pas tapi për mi veti? Ku janë ato? Ku janë ato pse zvin? Ku janë ato pse zvin me par 20 telefona në Slupçan janë defekt që 3 muj? 20 telefona janë në Slupçan defekt që 3 muj. Ku janë ato që zvin me pas atin e rrimës? Ku është ai që erdhi në xhami teme edhe hini me pa rrimën e xhamisë me çizme? Me çizme ku populli vën ballin, ai e vuni çizmën edhe e korrigjoi orën satin e rrimës. Ku është ai që s'po vën me regjistru tash? Pse s'vën? Çka ka? Kush është? Pse s'vën? Çka ka? Çka bën? A di vllau i dashur, në borën e kuj zguxoj me kaluon? Unë nuk guxoj me kaluon këtë botë vetëm për një borë. Në borën e atij që kam hak zguxoj me kaluon. Vetëm në borën e atij zguxoj me kaluon. Se në borën e atij që si kam bën kur keq ja rrai derën, e lajmëroj se muslimani lajmëron në derë.
e lajmëroj zilën, edhe kaloj, dalën i mirë pritur se dalin familja me mprit. Se si kam hak, atje ku kam hak, atje se në hinë o bërë ati. Pra, unë nuk dola me ju thonë atyre atje, në shesh, se ju na keni hak neve. Ato vetë s'po vinë, në të vinë. Në të vinë të ashojnë sa atin rrimës, në të vinë të ashojnë numrin e telefonit, në të vinë të shofin ato telefonat defekt, në të vinë. Ato që 1 milion mark në mot i marin prej telefonin slupçan. Unë këto ja qoj ative në formën e selamit, 1 milion mark në vit prej telefonit, 1 milion mark në vit prej sigurimit të shëndetit, 1 milion mark në vit për kerat e registrimin e kerave, 1 milion mark në vit për punën e ujnave që va ditën arat. Ku janë ato? Ku janë? Hala pa dal vera, pa e ditë se ka zot, qështu e ka, i shka s'beson. Hala dimuj vera pa dal, erdhe një murën gipat prej fushës, tu, se ti do të vadishër si vetë do të amirësh 1 dinar. I murën, mësi që unë me i batë seva topave elbet. Ata as për luk nuk bojnë. Sa shfar kusht e dënë pra? Bashkjetes, a thët duhet me i pas ketë ka një shpi, e të ne jetojmë bashkë. Ketë ka një shpi të barabartë edhe jetojmë bashkë. Kjo është bashkjetes. Për ndrishe, janë ngushtove një vla shpi, udhën, 3 vllazën u danë me njën, koalicion, edhe njenit janë ngushtu në rrugët, që i njeni shka ja kanë ngushtu rrugën, shka banaj me vlaun. Pse njerëzit nuk pëdojnë sendet me i kuptu kështu? Për me i kuptu sendet në këtë botë, nuk është model me i kompletu edhe me i kompliku fjalët që ti mësmush me kuptu e të kujtojsh ti se po datë menquria e madhe. Jo, menquria është kur njeni kur flet i ka sendet e qarta. Kjo është menquri. Alegoria është kur njerëzit kur të folës të kuptojnë që ka po thu. E nuk është alegori, unë të ndroj të ashtë i kanalin e bisedës, ti të mshirësh mua si një robot i Japonisë me rrim e se din shka jem të ba. Jo, du të jemi të qartë. 5 vllazër, nëse njënit 4 janë bërë koalicion, njënit ja kanë ngushtu rrugë të jetës, që ai njëni ka me qenë më problematiku, edhe ai në të shpi pa tjetër me marë hakun e vetë. Ai kur mos muje vetë me marë hakun e vetë, shka banë? Kur mos muje vetë, ai e merë vetë, por kur mos muje, shka banë? Gjemat, thërë. Ai therë gjemat në katon, ai therë plesht e katonit. Thot vllaznit në kanë da pa shpi, kështu thot, shka u badhët, e murën ato vetë, 4 atë qëtërën, mu më lanë sokak, qiki sokakut pastaj është problematik, e që ato 4 bahën të meshme, ato nuk ka që di që e ven kravatën si une, edhe ato nuk ka që di që i ven një kaput mirë, ato nuk ka që di që janë zotni të mërthim, edhe dalin me bind popull se ju nuk e dini shka kemi hek napi këti. Bile, edhe baba na i ka paslan, po që ju s'keni qenë ati, baba na ka paslan neve pak pa dek me goj, kur mas i desu në biro kur të dani, që ti qafiri mës i jip një kur gjon që ti. Baba na i kalon me goj, ka dal. Baba, si t'ja ke arte hoxha, po, baba i jët, a ka pas drejt me lon këta me goj? E ka pas kalon me gojaj, a ka pas drejt, na i qelmi qita, po të vlave jem, se s'pot vesim hik shaka thonaj baba jët. Na i qelmi qitapët, e në qitapin tonë shkruun, 5 vllazën e dajnë ka 20. Qështu në shkruun qitapin tonë? 5 vllazën e dajnë ka 20, 4 e dajnë ka 25, e natë 25 të në tatë, këti vllau që e ke lanë të në rrugë, ta marmina, të him mrena në shpi ta marmina ta, se ki gjallin rrugë e do në hisën e vetë, se ti jeme këta i barabartë, të him në shpi ta marmina, ligjë ka, qitapi po thotë, ligjë ka, ta marrë me hisën tonë, na nuk e lamë, se nuk dojmë me lanë atë njërin gjallë prej 5 vllazëve sokak, a di shka banë a i pastaj, mundut me vellë, mundut me mytë njerëz, mundut me ashti dikuj dorën gjep, në tren bëhat zavrak, në rrugë bëhat zavrak, në autobus banë probleme, a i ka të shkojë banë probleme. Shfar probleme banë a i? Mere vesh, kupto shfar probleme banë, prej këti gjemve që i metën rrugë, ja u murën hisën qertë, dullën njerëz që blejnë e shesin drogë. Kush e ka ditë para 20 vetëve se gjalli i këtij populli e ban këtë flishni? Kush e ka ditë para 30 vetëve se gjalli i këtij populli e ban këtë flishni? Kush e ka ditë, kush e ka marrë me men? Po, bëhet gjalli i keq, nuk e arsjetoj mas një herë, por kur ta lish në rrugë bëhet i keq. Çka duhesh me bën pastaj? Duhet me ditë se ai hi mrena një ditë. Hi natën mrena një ditë. E ban një dam të madh ai. Ai një ditë e ban një dam të madh, fort kushton. Hisën me kohë. Se i cili hisën e vet me kohë. Kja është baba i mirë. Nuk është baba i mirë ai.
që e ban kushtetutën e shtëpisë për darjen e gjemve vetaj, pa njerëz pi jashtë. Ai sa baba i mirë. Njalin pedoj ke më shumë edhe mari punë. S'ka kësi punë ma. Kul in kana abaukum au abnaukum au ikhwanakum au ashiratukum au tërin fund të ajetit. I dashur i xhamatit dhe dashur i rini. Allahu ka thënë në Kur'anin e Kerim, thuj o Muhammed, thuj rinjes tande deri ditën e Kiametit, se nëse ju mendoni se prindet e juaj, baba dhe nana, fëmijët e juaj, gjeme dhe qika, vllazërit e juaj, mashkull dhe femna, wa azwajukum, gratë e juaja, njerëz më të afërt, wa ashiratukum, fisët që keni më gjerë, wa amwalun iktaraftumuha, edhe pasurit që i keni fitu mrenda dhe jashtë, wa masakinu tardawnaha, dhe shtëpit që i keni ndërtu. Nëse mendoni se këto sende u duni me i dasht ma shumë se Allahun, edhe pejgamberin e Allahu xhalla xhelaluhu, nëse mendoni se çito që i ka një ajeti u duni me i dasht ma shumë se Allahun edhe rrugën e tij, ka thonë edhe ma shumë se luftën në rrugën e Allahu xhalla xhelaluhu au jihadin fi sabili, ka thonë fantadhiru, ka thonë pritni pak atëherë. Në atë rast, nëse jeni kësaj, ka thonë pritni pak. Nëse ju mendoni se shtëpit, gratë, fëmijët, vëllezërit, prindët, shtëpit që i keni ndërtu, dyqanët e juaja, kerrat, pasuritë që i keni, duni me i dash ma shumë se Allahun edhe rrugën e tij, edhe luftën në rrugën e Allahu xhalla xhelalu. Nëse mendoni ju se kështu është kjo punë, ka thonë Allahu në Kur'an, fantadhiru, ka thonë pritni, hatta ya'ti Allahu bi amri, derisa unë të vi, ka thonë Allahu mbi ju me ligjin tem. Kështu ka thonë, derisa unë të vi mbi ju me ligjin tem. Qatë Allahu me ligjin e vetë, ka ardhë mbi ne, ka ardhë ai moti. Po tash vjen ndëri qetër e re, nëse dim shka vjen nesër, vjen ndëri qetër e re, a një të vetër po e spjegoj unë. Po e spjegoj unë, s'po më vjen mërzia, me marrë mërzi nuk e spjegoja, më masi s'po më vjen mërzi, po e spjegoj. Kishin thonë të plesht e tonë, se kemi pas plesht meqam, kemi pas plesht mejdani, burat fort, kishin thonë këto plesht e tonë, anite, që kjo shka është le të shkoje, në është edhe një ma gjup le të vene. Qështu kishin thonë këto plesht e tonë qërherë? Pi menqurije se kishin pas thonë këta, ju kanë derë ment, ju kanë tepru ment shumë. Erdha i ma gjupi 50 vit. 50 vit, interesant, edhe pak kamet, hala po vinë edhe do. Sasos kejt. Dhe me thonë sasos kejt, e ke lutë Zotin, kjo është doa e pranume, e kanë lutë Zotin, javë ka pranu Zotin, që hala do po kalojnë që ati, po thonë, kalun do të zish ku nërë. Hala sa shterë, dhe me thonë. Ta shtim, e vazhdojmë, e ngrejmë dur, ta thojmë, ani dhe ani, nashtë. Jo vlavi jam i dashur, jo vlavi jam i dashur, jo o besimtar, jo o gjemati gjumas, jo o ju të ri të nderuar fort, jo kështu, si pra, vlavi jëtë, edhe vlavi jam, gjali jëtë edhe gjali jam. Kam dëgju një bisedë të vogël modeste kanë bërë di burra me një vend. Se di ku në cëllin rrasë, në cëllin. Se di vesh me një vend ku folët gjua jone kanë thonë këta. Kanë thonë ato. Qish mara mu e mnali njoni, mise mnali nu dhe në thejke më fëllke shqip. Kështu kanë thonë me një vend të na. Qfar të meri. A me një vend qeter, mu do këse në Prizren kja kjo. Si mës jem gabim. Mu do këse në Prizren ka ndullë kjo, po si takoj atë njeri ka me pyt ku ke. Edhe njëherë se e kam harru. A i tha, mi gja jem, ma tha. Mara gjalli i vlavit tem. Mi gja i pas ka thonë gjallit vlavit. Mara gjallit vlavit tem. Ka përci ndo ka duvar jem notën, para divetve, ka lun, ishin konë ndrishet veshen, unë ju thash ative dobro vesher, a një begja i mu e mirë mrama. Unë i fola si njeri, a i mu mirë mrama. E ke pa me këtë fjallë, se dhja ka ardhora, ta mbylli me këtë fjallë, e ta shifështi ku jam nalë unë, që ta dish ke letër njoftimin, ta dish shka do me thanë letër njoftim me pas edhe mës me pas, ta dish sa mundën tjerët me të largu jashtë nga vetvetja, me të nëzirë nga vetvetja jashtë, me maru njeri dha, unë i thëjsh në atë dobroveqer, a i shqip më fëlke, a i ka thonë mirë mrama a i, sa prap, sa keq, sa larkë kanë shku sendet e pësha, që ka thonë gjallit vlajt vetë.
Interesant. Interesant për mua, për qerët nuk e di. Interesant për mua shumë. Për mua mirë mrama, mirë mëngjesi, mirë dita. Këto janë përshëndetje tonat. Këtive nuk ju bjet me shkelëm. Këto janë përshëndetje tonat. Që është mëngjesi, thu njerit mirë mëngjes. E shka i ke thonë, pra po ta du mëngjesin e mirë. Qështu i ke thonë? Po du në mëngjes mirë për ti. I ke thonë mirë dita. Që ke ditë që jemi unë edhe ti në ta, po kam qef, ta kaloj mirë. Mirë mrama, inshallah në zenata mirë. E pa keqa. Ta shtë kjo s'ka të bëhe me atë përshëndetjen qeter, për të cilin na kemi spjegua dhe është legjitime, original, bazore e jonja, kur na i thojmë njanit assalamu alaikum, atëherë shka kemi po, pra, atëherë këto përshëndetje që i folëm na, nuk i kemi shkel, nuk i kemi mund tërplote me i hudh, po kemi thonë, muslimoni, po u takove, ta lejmërojnë paqen, se selam është paqë. Do me thonë, mësë tut prej meje, atë thash salamu alaikum, shatë kam bo, unë të thash tije, mësë tut prej meje, ti hish fare, mësë ruj prej meje, lema derën qel, pa problem lema derën e oborën qel, lema derën e sokakit qel, se po mduhet ndoshta dhe një rast qel, mëse mshel se ashtu mu dash dhe një rast qel, me bo një pun, ati mësë tut, a di pse, te dera jote, kur të vi ati në kapi zhik, thom, assalamu alaikum dara al mu'minin, o shtëpia e besimtarit, e shpalla paqen, ndër t'juve e shpalla paqen. Kjo është, nuk ka mirë mëngjeski, kjo është qëtërsen, kjo është shumë e madhe, kjo është mbi gjithat. Edhe, kjo është zilja e lajmërimit të rahatis, zilja e lajmërimit të rahatis, duhet të banjë njëni me qetrin kejt, këtë kombinim të bukur kështu, se janë do raste, ka thonë pejgamberi jon alayhis salatu wassalam, si të vene mbrëmja, kështu ka thonë i dashuri jon, mësuesi i madh i njerëzis na tha, si të vene mbrëmja, bani 4 punë, kështu tha, 4 punë bani kur të bëhet akşam. Cëllët punë ja Rasulullah, tha fëmijët shtini mrena, kështu tha. Kur të vene mbrëmja, shtini fëmijët mrena. Kjo është sunneti i pejgamberit ton, sunneti i Islamit, shtini fëmijët mrena. Tash ti më ardh njëri më thon, o burra, çato fëmijët ton, çato tritë, çato në trim mrena pak nikaqore në ato 9 satet e natës. Çohet njëri e shkel mbi sunnetin e pejgamberit alayhis salatu wasallam. Ti sërëm nal mua këtu në shtëpinë me nejt, ku do rri këtu. Sa është puna të nalmës? Nuk është ati me abeti. Nuk është ati me abeti. Ska mashkëll në dunjon që ti e të thotë rri mrenda se ti s'ki drejta me nejt jashtë. Kështu s'ban me i kuptu sendet. Nuk ban me i kuptu sendet më thanë me nejt mrena, po dojnë mës me mlanë me nejt jashtë. Nuk kanë këtu me abeti. Mu abeti është qëtërkun. Mu abeti është në interesin tëndë me nejt mrena. E ta shti unë po e spjegoj një ngjarje, e cila ka këtu në katunin tonë pargje. Ato njerëzit jabanxhi kalojshin në për katon, kejt ato njerëzit e tonë në katon mrena. Me po mirë, me ra një qeremide pinalt, a bantime tra, një qeremide pikulmit frima, a frini, a pa zerzele, be një qeremide pikulmit, drejt cullit tanë. Ajo rri mrena, që ki mu abeti, është mës t'i bere dhe një qeremide, ati fmiut. Kejt që ki mu abet, a s'ka qera sende, se bjen ajo pikulmin streja, bjen a një guri që kanë vunalt, për ato mi majtë mës bin prej zërzeleve, a ka pa ku të bjen, a të bjen ajo të nej që është për mi o gjak, prej frimës bjen, fmiun tanë, na kemi thonë hini mrenda, rini mrenda, për ate mës t'i bere fmijës tanë dishka. Kejt që ki është qëllimi, jo s'gudzon ti me nejt para derës tonë. Jo ti gudzon me nejt para tonë. S'ka kush që ti gudzon me thonë, s'gudzon katunin tanë me nejt jashtë. S'ka mashkëll që gudzon me ta thonë këta, pa është fjala se kulmi nalt ka dosende që për raste bin poshtë. Pse më vra gjaliot? Pse më i vra gjaliot kryen? Pse gjaliot me vra kamën? Pse ati me ju derë gjak? Pse aj me lidh dorën me zavoj pastaj? Kejt që tu janë muhabeti. Mos bjen dishka albet, bjen frim, zerzelet, që djarë që frin, një dit për jugut, një dit gjimsat e plepave në fushton u thin, barbaki skandal, ka të në artë mi po, gjimsat e plepave në fush i keni thim. Prej asa herës që i ka frin adite. Gjëmat i dashur, vlazën të nderuar, duhet me i hap veshët, duhet me ndëgju mirë, duhet me qenë të kujdeshëm, gjithmonë duhet me... Tha, kur të vene mramja, bani 4 punë. Njënja prej 4 punëve thashtini fëmijët mrena. Tha qetra, aglikul abuab, tha mbyllni dirt. Mbyllni tha dirt, ja suneti pejgamberit ton, mbyllni dirt prej për mrena. Po dënjëherë duhet me i çel prej për mrena se kur ti çelësh konsiderohet e mbyllt. A ditë që kur ta çelësh konsiderohet e mbyllt, a ditë duhet me çel. Se duhet, çka më bën? E ka e lip nevoja. Tha mbyllni dirt, tha pejgamberi alayhis salam. Tha qetra sa çka më bën? Tha mloni enët. Kështu tha, që keni hangër dark, mloni enët, se ajo ushqimi edhe në mëngjes hat, prap hat, mloni enët, edhe tha, pra shimni dritat. Kështu tha, shimni dritat.
Tha shimni dritat natën, tha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. I thanë sahabët një koment kërkuan, thanë, po mirë, ato thanë kështu. Po drita, pse drita mushi? Unë në dhomë teme, mu i me majtë lamën tërë me në gjestë kallë. A kanë me lama, xhamati dashur? A kanë me lama? E thonë, po mirë, bjen ti me flet lama e ka pas të kria venin, gjithmonë e kanë majtë plesh nga se ja kanë hunë shpitilin pirat. E thonë, pse lamën? E thonë, po kalon mini ati, e ordzon ata prej gozhde, e ta qëtë kallë me njëksë. Ta kalon mini, e tash këto mitë që 1500 vetë që ka kalojnë janë modernizu këto, janë si ato mitë e moqëm mo. Ato mitë që reher janë konë ndryshe, janë konë dvoglit zi, i hajke moca. E tash ndëgjo pra, i hajke, që me marrë unë, së një nali moca mos me hongër minin. E tash ti mitë janë modernizu, janë bo qerë, ato nuk vinë me ta uzu lomën, këto ta urzojnë për i larkë, e ti si të dilesh nudhe, me azan mocës kompë, së ne hata. Mos dil pra nudhe, sërë qifsh, dishka nudhe, tu nga nudhe, nga në nudhe, se ti e pengon macën pastaj. E pengon me të vërtet. Po të ka që ti e maca jote. A ban maca jote me të hongra? Bano të menqur, bano të ditur, kësi këshila jip një fmive ju të shpia, e mos i jip një hoxës nasihat. Mos i kalzo një hoxës vajzë, se për me dalë në qiket kursi me hip me kalzo desë qëtu, duhet me të apru një fletore të shpia e kam. Ajo fletoria të shpia shka e kam une, i ka për para në balë qëtu një vull. A mrapa i ka 25 vulla në shpinë. A shë vërtet? 314 provime, ka 1000 faqe. 314 provime, ka 1000 faqe, pas ta i ven këtu thu, o gjafene, atë bajnë unë një derë sot, po ti pëse s'po kalëzën, unë qështu ta bajnë, pëse s'po thuti, a i ndështë ta kam harru unë me ta thonë, thuj ti unë po du me dalë me po derës, ndështë ta unë e kam harru helbet. Pra për me dalë tu me si kalëzohës derës, le hoxë rahat, se a i për derës shukat kejt, a i cit janë njës dhe shtisit bajnë shti sabër, të rritë bëhat aksham, të rritë bëhat sabah, të në pa bëhat aksham, e bëhat shmitri, ven vitiria që tëri 31 december, a i s'nalet hiq të folë sa ka i me vete material, të më si kalëzohës vaj, shka me bo. Ndoshta ta mendon ti helbet se abe këtu në kursis të në kalëzoj, ama agje për jashta, unë edhe agje diti shka, ty me dit hoxën jashta gjamije sa është ma javë, se ti ment leon. Edhe atje është 1 milion hera i para tije. Teri ti ta shifësh ata, ja bon, qa që i vogël që ti se shef, larë ka shku. Qa që i vogël, musu lodhë bre vlavi jem, e di shka të lodhësh, lodhu vesh të ndëgju. Lodhu vesh të ndëgju, se s'ke ma mirë se kur shkon në bën një barnatore, e nuk ndodh kur që i receptit këthejat prapë. Se ke ma mirë hiq, se ke ma mirë hiq, anë shbajat, bash ati laqin shka të duesh, kur shkojsh në barnatore, s'ka. Ti shka kera shumë në zorë, s'ka. Ku i nxanë ki? S'ka, ku i nxanë? Ki i nxanë ati njeriu që i dul në rrugë. Edhe e priti një kerë, me një udhkriq e priti një kerë, me shku me kri një pun të madhe një jetën e vetë, vetëm njeri ka ndodhë. Edhe prit në udhkriq. Që e po ven një kerë, në gjath pak para kam veti, shkoj. Ki qetri muë me sigurin, majtë, në qetërënon. Shkoj edhe ki. Gjithë ditën ato kerët të kam të ati zvinë, si cilin udhë vetë. Ka me ti ngrati i kompleksuar shumë keq. Mos lejo me qenë kësi njeri ti. Ti mos lejon me qenë kësi soj. Se ti e ketë mund shumë mundal drejt të a i kërën që ka të merë. Drejt ati e ketë mund shumë. Meraj, mos u banë merak. Ti të këthanë recepti asë njerë falës kur shkosh në djerë barnatorës tonë. Na, për si cilën smundje tonën, posedojmë ilaç. Ilaç kemi. Veç lipti, veç afroj receptin. Mos e mojnë gjep ata. Mos e majnë gjep ata dhe jam i smut, po më duhet mi ilaç së në pejgjoj, e pash gazepin, së në pejgjoj, po pëse së në pejgjoj, që receptin e kam gjep për ilaç, me qitet e, që këtu e kam. Bere ta shofim të receptin, që me kam receptin këtu? Me vull, doktori me kam. Bere ta shof! Baj smujen e rrit truq, baj smujen e rrit truq, baj smujen e rrit skajt murit, baj dhimtën me veti, baj dirtën me veti, mëse kaj me kërkan, e të ne kompleksohet qatë shumë i bat smundje. Kalon sistemi nervor ajo, edhe tanë kona e dise qaj qetri që kaloj për s'ka i ka fajet. Që pa është ki smut. Shplohu, shërohu. Kështu është diagnoza. Shplohu, shërohu. Ka e dertin tanë në mesin e shokve. Për qatë për nga merion, me këtë hadis të shkurt për përmbylli bisedën tonë sot. Ka thonë, ja Rasul Allah, inni akhaf, ka thonë unë tutem. Hadisi spjegum gjami. Tha unë po frigohem, tha prej kuj po fjegoshi.
Prej kujt apo frigosh? Tha unë frigohem prej këtë sendeve, tha, prej këtë sendeve frigohem. Tha, hajde me neve në haxh. Hajde me neve në haxh. Tha, kjo çka ka lidhje me haxhin, ja Rasulullah. Kjo bisedë, ki der 8 muaj para haxhit tash kajt në Medinë. 8 muaj para haxhit, tha, hajde me neve në haxh. Tha, kur shkojmë në haxh, hajde. Kur shkojnë në haxh, ki tuci, se edhe musliman edhe tuc nuk e ka. Ato tucët duhet me formu një klub. Duhet me formu klub. Po mirë, ato a kanë këtë klube sot? A kanë sot këtë shoqata? Shoqata. Në ta formojnë tucat shoqata, nuk ka shmarre. E formojnë klubin edhe e dim çajtoria e tucave. Me gjermatnoja shkrujnë aty, edhe kalojnë ato hesnafi vetë. Shkojnë, ato kur ti përzin çajat xhimsën e derdhin, se ju derdhen. Drillu dora, drillu koma, drillu zemra, janë shumë. E këna, ta dim baram. Dëve maroj klubin tanë, o ti shka tutësh, maroj klubin. Maroj klubin tanë, ta dim. Se trimat e kanë bon klubin e vetë. Ato që i stutën e kanë klubin. Ti maroj klubin tanë. Tha hajde në haxh. Kur shkojnë haxh ki burri, kur shkojnë haxh, kur ka hinat kalaballëkin a gjenë, 125.000 vetë me pejgamberin, mund mi disë ati kalaballëkin në Arafat, ditë gjumojë ka qenë, a i tha, i tuci tha, kush hinë mesin e qitive, tha, nuk tutët? A i tuci tha, kush hinë mesin e qitive, tha, stutët? E pa i kish kujtu se hu vetë, a gjemi një venë, ku e kajna i dirtin veç vetë, pi qaj e drillu e tutu. Të më fali, kanë me na kallë këto. Kanë me na kallë. E unë e për të kalzoj dishka, këto kanë me na shim. Si ta kuptësh ka qëtra onë, shti hala ma keq del. Dhe me kanë me na shim këto, ha? Jo, be, na kanë kallë qerët. Trazohuni, freskohuni, banu besimtar, qel një zemrë një një qetrit, bashkohuni, lidhni me një një qetrin, s'ka kush na dirë neve. Neve s'ka kush na dirë. 1 miliard Kina marë këtu se na dirë neve. Kejt atë të voglit me dajina për metë se na dirë. Se na dirë, pa edini kush imi na jemi popull shumë i qetë, jemi popull i mirë, na jemi besimtar, na jemi... Ku e kemi na mështetjen? Ku mështet mi na? Na mështet mi mu ku duhet. E dini mës me qeni mështetën në Allah, shka të me thonë? Tu kam unë një përket... Me morë gojtonin fërtere me shti. Te veni vetë kur të ashti që a kej problem? Atë ban pegla, atë ban? Të ban. E me shtin fërtere? Të bishti fërteres me në gjitë. Ato në bishtë fërteres e kanë gjitë ato. Ne kemi nu mu ku duhet, sa ati jonë Sergi Sofa, sa ati jonë hefë qish duhet, a e kalzon kohën shumë mirë. Ska më mërzit, më shqit një filozofi, hoxha kalzon dërës, a i që i shka din në të kalzoje. Qerët vetëm pun, Allahu Gjelle Gjelalu, e baft dit pranimi. Në baft Allahu i neve njerës robë të ti të pranuar të ajë. Edhe lutje që i drejtojme Allahut, në i pranoft Allahu Gjelle Gjelalu, a i ka thonë, uduuni, estajib lekum, lutë muni ja u pranoj. Lutë në bani lutje, plakave, smutve të shpia. Thuni ju në të lutën ato, se Allahu ja u pranon lutjet. Një lutje e një plakut, nuk këthajat, ka thonë Allahu në hadith kutsi. Lutje në të smutit të shpia, ka thonë, nuk e këthaj prap. Lutjen e ati që atu lutë të rashi, bashkë shi, nuk e këthaj prap, ka thonë edhe lutjen e gjendjeve të rana, edhe lutjen e ative nuk e këthaj prap. Këto mësilini këtë raste, shfridzoni Allahu Gjelle Gjelalu në e boft, kabul të gjithve lillahi l-Fatiha.